Po kështu dhe në çështjen e dashurisë, shfaqjes së saj ndaj fëmijëve, kush ka shumë fëmijë që Allah e ka furnizuar me disa fëmijë, dhe kemi rastin me Jusufin, historinë e njohur, me Jusufin alayhis salam. Atëherë ku Jakubi alayhis salam, babai i tij, shfaqi më tepër dashurinë për Jusufin dhe vllajën e tij Benjaminin, atëherë dhe filloi hasedi i vëllezërve, të cilët than Jusufi dhe vllai i tij me nënën tjetër janë më të dashur për babain ton sesa ne. Ndërkohë që ne jemi grup, jemi shumë veta. Ne i mundim ata. Dhe çfarë than për Jakubin alayhis salam që ishte profeti i Zotit? Babai ynë është në humbje të qartë. Dhe më pas ndodhi ajo që ndodhi. Pra në fillim donin ta vrisnin, pastaj ndroi mendim, e hodhën në pus dhe ndodhi ajo që ndodhi. Sigurisht në këtë histori ka një lloj mësimi për ne, si prindër, si baballar, si nëna, që tregojemi të drejtë me fëmijët tanë, të mos e shfaqim atë dashurinë ndaj dikujt, nëse prap duke krijuar atë hendekun dhe pa kënaqësinë tek fëmia tjetër. يظل يجيء إلى